Ajo ishte krejtësisht vetëm në botë, me vetëm një ferm të zbrazët dhe një zemër të coptuar nga dhimbja. Heshtja që mbulonte tokën përreth shtëpisë së saj dukej më e rëndë çdo ditë që kalonte. Që nga vdekja e babait, çdo cep i fermës i kujtonte atij, zëri i tij në mëngjes, këshillat e mençura dhe mënyra se si ai e shikonte gjithmonë me krenari. Kur një kauboj i varfër u shfaq në rrugën pranë fermës duke kërkuar vetëm një gotë ujë, ajo nuk e dinte se ai moment i thjesht do të ndryshonte gjithçka në jetën e saj. Emri i saj ishte Gjulia. Ajo ishte një vajzë 25 vjeçare me flokë të zinj, të valëzuar që binin mbi shpatulla si një perde e butë. Sytë e saj mbanin një trishtim të thellë, por gjithashtu një butësi që rrallë humbte, edhe në momentet më të vështira. Atë ditë ajo kishte veshur një fustan blu të qelët, një dhuratë që babai i saj ja kishte bërë një vit më parë për ditëlindje. Babai i saj kishte qenë një fermer i ndershëm dhe punëtor. Pas vdekjes së nënës së Gjulias shumë vite më parë, ai kishte bërë gjithçka që mundej për të arritur vajzën me dashuri dhe dinjitet. Ata jetonin një jetë të thjeshtë, por të mbushur me respekt dhe përkujdesje për njëri tjetrin. Por 2 javë më parë gjithçka kishte ndryshuar. Sëmundja e babait kishte ardhur pa pritur dhe ishte përkeqësuar shpejt. Në vetëm pak muaj, ajo i kishte marrë forcën, energjinë dhe në fund edhe jetën. Për të paguar mjekun dhe ilaçet, ata kishin qenë të detyruar të shisnin pothuajse gjithë bagëtinë e fermës. Tani Gjulia kishte mbetur vetëm. Fermës i kishin mbetur vetëm toka, shtëpia e vjetër prej druri, 2 kuaj të moshuar në stall dhe disa pula në obor. Paratë që kishin mbetur ishin pak dhe ajo nuk kishte përvojë për të drejtuar një fermë. Fqinjet e shikonin me një lloj pritjeje të heshtur, sikur po prisnin momentin kur ajo do të dorëzojë dhe do ta shiste gjithçka. Dhimbja e humbjes ishte aq e madhe sa shumë ditë Gjulia i kalonte ulur në verandë, duke parë horizontin pa parë asgjë në të vërtetë. Mendimet e saj ktheheshin gjithmonë tek kujtimet me babain, mënyra se si ai mësonte të kujdesej për tokën, si i tregonte historinë në mbrëmje dhe si qeshte kur ajo bënte gabime të vogla në punët e fermës. Ajo nuk e dinte nëse kishte forcë të vazhdonte vetëm. Ishte një pasdite e nxehtë vere kur Gjoni u shfaq në rrugën që kalonte pranë fermës së saj. Ai ecte ngadalë, me shpatullat e përkulura nga lodhja. Rrobat e tij gri të errëta ishin të mbuluara me pluhur rrugë dhe çizmet dukeshin të konsumuara nga shumë kilometra ecjeje. Ai ishte 33 vjeç, me flokë gështenjë të çrregullt dhe një mjekër të paruar që i jepte një pamje të lodhur. Por ajo që tërhiqte më shumë vëmendjen ishin sytë e tij. Në to kishte një trishtim të thellë, një lloj vetmie që dukej sikur e kishte ndjekur për shumë vite. Gjoni kishte punuar si kauboj në një fermë të madhe për gati 10 vjet. Ai e njihte mirë punën me bagëtin, kuajt dhe tokën. Por një ditë pronari kishte vendosur ta shiste fermën dhe të largohej nga rajoni. Punëtorët mbetën pa paga dhe pa punë. Që nga ajo kohë, Gjoni kishte filluar të endej nga një vend në tjetrin, duke kërkuar çdo punë që mund të gjente. Ai flinte aty ku kishte mundësi, në hambar të braktisur, në pemë ose në kasole të vjetra. Ushqimi nuk ishte gjithmonë i garantuar. Kur ai pa fermën e Gjulias, ndaloi pranë gardit dhe qëndroi për një moment duke e vëzhguar. Prona ishte e bukur, por dukej e lënë pas dore. Kopshti ishte mbuluar nga barrat e këqija, disa pjesë të gardit ishin të prishura dhe një heshtje e rëndë mbushte ajrin. Ai mund ta ndjente se diçka nuk shkonte. Gjulias nuk i shpëtoi prania e tij. Ajo u ngrit nga karrigia e verandës dhe e pa burrin që qëndronte pranë gardit. Për një moment ajo mendoi ta injoronte. Mund të kthehej brenda dhe të pretendonte se nuk kishte parë askën. Por mënyra e lodhur se si ai qëndronte, me kapelen në dorë dhe shikimin e përulur, preku diçka në zemrën e saj. Ajo u afrua disa hapa drejt gardit. Ju duhet diçka? Pyeti ajo me një zë të qetë. Gjoni hoqi kapelen me respekt. Më falni që ju shqetësoj, tha ai. Unë vetëm po pyesja nëse mund të më jepnit një gotë ujë. Kam ecur për shumë orë dhe jam shumë i etur. Gjulias i mjaftoi një vështrim për të kuptuar gjendjen e tij. Ai dukej i raskapitur dhe i uritur. Prisni këtu, tha ajo. Do t'ju sjell ujë. Ajo hyri në shtëpi dhe mbushi një enë me ujë të freskët nga pusi. Kur u kthye, ai ende po qëndronte aty duke pritur me durim. Ai piu me mirënjohje, sikur çdo pikë uji ishte një bekim. Faleminderit shumë, tha ai me sinqeritet. Gjulias i shpëtoi një pyetje para se ta mendonte mirë. Jeni edhe i uritur? Ai hezitoi për një moment, paksa i turpëruar.
Nuk dua të abuzoj me mirësinë tuaj, tha ai. Nuk është as pak abuzim, u përgjigj ajo butësisht. Kam më shumë ushqim se sa mund të ha vetëm. Ajo e ftoi të hynte brenda portës dhe të ulej në verandë. Johnny ul në shkallët prej druri ndërsa ajo solli bukë, djathë dhe disa fruta. Ai hëngri ngadalë me një respekt të qartë për ushqimin që kishte përpara. Pas pak ai e pyeti, ju jetoni vetëm këtu? Julias mori frym thellë. Po, tha ajo. Babai im vdiq 2 javë më parë. Tani ferma është e imja por nuk di si ta drejtoj. Johnny e pa me dhëmshuri. Më vjen shumë keq për humbjen tuaj, tha ai me zë të bullë. Humbja e dikujt që e do është një nga dhimbjet më të mëdha. Ajo vuri re trishtimin në sytë e tij. Edhe ju keni humbur dikë, pyeti ajo. Po, tha ai. Prindërit e mi vdiqën kur isha fëmijë. Që atëherë kam punuar për të tjerët, pa pasur kur një vend që ta quaj shtëpi. Dhe për herë të parë pas shumë ditësh, Julia ndjeu se përballë saj ishte dikush që e kuptonte vërtet vetminë e saj. Kam qenë kauboj në një fermë të madhe për shumë vite, tha Johnny me një zë të qetë, ndërsa shikonte tokën përreth verandës. Por pronari e shiti gjithçka dhe u largua pa paguar askën. Që atëherë unë jam duke kërkuar punë kudo që të mund ta gjej. Julia qëndroi në heshtje për disa çaste. Ajo mbështeti duart mbi gjunjë dhe vështroi fushat e fermës së saj, të cilat dikur kishin qenë plot jetë. Mendimet i kaluan me shpejtësi në përmendje. Ferma kishte nevojë për dikë që kuptonte vërtet nga puna me bagëtin, nga toka dhe nga të gjitha ato gjëra që babai i saj kishte bërë gjithë jetën. Ajo vetë kishte parë gjithmonë baban duke punuar, por nuk kishte mësuar kur gjithçka me të vërtetë. Tani, përballë saj, qëndronte një burr me përvojë, një njeri që e njihte punën e fermës dhe që kishte nevojë për një vend për të qëndruar. Pas një momenti mendimi të thellë, ajo mori frym dhe tha, kam një propozim për ju. Johnny ngriti syt i habitur. Unë kam nevojë për dikë që të më ndihmoj të kujdesem për këtë fermë, vazhdoi Julia. Nuk kam shumë para për të paguar një rrogë të madhe, por mund t'ju ofroj një vend për të fjetur, ushqim çdo ditë dhe një pjesë të fitimeve kur gjërat të fillojnë të përmirësohen. Ajo ndaloi për një moment dhe e shikoi drejt në sy. Çfarë mendoni? Johnny hapi syt i befasuar. Ishte e qartë se ai nuk e kishte pritur një ofertë të tillë. Apo flisni seriozisht, pyeti ai me mosbesim. Ju as nuk më njihni mirë. Një buzëqeshje e vogël u shfaq në fytyrën e Julias, buzëqeshja e parë që nga vdekja e babait të saj. Unë di ta njoh një njeri të mirë kur e shoh, tha ajo me butësi. Dhe ju keni sy të ndershëm. Babai im gjithmonë thoshte se karakteri i një njeriu mund të shihet në sytë e tij. Johnny mbeti i heshtur për një kohë të gjatë. Fjalët e saj dukeshin se e kishin prekur thellë. Askush nuk i kishte treguar besim në atë mënyrë prej shumë vitesh. Më në fund ai zgjati dorën drejt saj. Unë e pranoj, tha ai me emocion. Dhe ju premtoj se nuk do të pendoheni që më besuat. Që nga dita tjetër, Johnny filloi të punonte në fermë me një përkushtim që e befasoi Julian. Ai zgjohej para lindjes së diellit, kur qielli ishte ende i mbuluar me nuanca gri dhe roz. Zhurma e hapave të tij në obor shpesh e zgjonte Julian para se ajo të dilte nga shtëpia. Ai riparonte gardhet e prishura, pastronte stallën, rregullonte veglat e vjetra dhe punonte në kopshtin që kishte qenë i braktisur për muaj të tërë. Ai nuk ndalonte pothuajse fare, duke punuar deri në momentin kur dielli zhdukej pas kodrave. Julia e shikonte shpesh nga veranda dhe ndjente një admirim që rritej çdo ditë. Një mëngjes ajo e gjeti atë tashmë duke punuar, i djersitur para se të fillonte mëngjesi. Nuk keni nevojë të punoni kaq shumë, i tha ajo me shqetësim. Do të sëmureni nga lodhja. Johnny buzëqeshi me atë buzëqeshjen e tij të turpshme që Julia po fillonte ta njihte. Më pëlqen të punoj, tha ai. Dhe kjo fermë meriton të kujdeset siç duhet. Babai juaj ndërtoi diçka shumë të bukur këtu. Përmendja e babait i mbushi sytë e Julias me lodh. Ai e donte këtë tokë më shumë se çdo gjë, tha ajo me zë të dridhur. Ai kaloi gjithë jetën duke punuar për të ndërtuar këtë vend. Johnny u afrua pak, me një respekt të qetë. Atëherë mënyra më e mirë për ta nderuar kujtimin e tij është ta bëjmë këtë fermë të lulëzoj, tha ai. Dhe këtë do ta bëjmë së bashku. Fjalët e tij prekën zemrën e Julias në një mënyrë të thellë. Për herë të parë që nga vdekja e babait, ajo ndjeu një fije shprese. Ndoshta jeta nuk kishte përfunduar.
Ndoshta ajo nuk ishte aq vetëm sa kishte menduar. Javët kaluan dhe ferma filloi të ndryshonte. Me një pjesë të kursimeve që baba i Julias kishte lënë, Johnny bleu disa pula dhe një gjel. Shumë shpejt ata kishin vezë të freskëta çdo ditë për t'i shitur në qytet. Ai mbolli perime në kopsht, riparoi çatin e hambarit që kishte rrjedhje dhe ndërtoi një garë të ri për kullotën. 2 kuajt e vjetër që ndodheshin në stall u bën të dobishëm për të çuar produktet në qytet një herë në javë. Edhe Julia filloi të përfshihej më shumë në punë. Ajo mësoi nga Johnny si të kujdesej për kafshët, si të mbillte në kohën e duhur dhe si të menaxhonte detyrat e fermës. Johnny ishte një mësues i durueshëm. Ai shpjegonte gjithçka me qetësi dhe kur nuk e bënte Julian të ndiej e paditur. Ju mësoni shumë shpejt, i tha ai një ditë ndërsa po punonin në kopsht. Shumë shpejt nuk do të keni më nevojë për mua. Zemra e Julias u shtrëngua kur dëgjoi ato fjalë. Ajo nuk donte që Johnny të largohej. Ideja për të mbetur përsëri vetëm e tremte. Por nuk kishte guxim ta thoshte këtë me zë të lartë. Unë gjithmonë do të kem nevojë për ndihmë, tha ajo, duke u përpjekur të fshehë emocionin. Kjo fermë është shumë e madhe për një person. Johnny e shikoi me ata sytë e tij të ngrohtë. Atëherë unë do të qëndroj këtu për aq kohë sa ju të dëshironi. Fqinjet filluan të vinin re ndryshimet në fermën e Julias. Disa prej tyre erdhen për vizitë, të shtyrë nga kureshtja për të njohur kaubojin që po ndihmonte vajzën jetim. Shumica mbeteshin të impresionuar nga puna e Johnnyt dhe nga mënyra respektuese se si ai e trajtonte Julian. Por jo të gjithë kishin qëllime të mira. Një fermer i pasur me emrin Mandy kishte provuar të blinte tokën e Julias menjëherë pas vdekjes së babait të saj. Ai kishte ofruar një çmim shumë të ulët, duke shpresuar se dëshpërimi do ta detyronte të pranonte. Kur Julia refuzoi, ai u zemërua shumë. Ajo vajzë do të humbas gjithçka, thoshte ai shpesh para të tjerëve. Ajo nuk di asgjë për ferma. Do të falimentoj për disa muaj dhe pastaj do të më shes tokën për çfarëdo çmimi. Por tani që shite fermën duke përparuar fal punës së Johnnyt, Mandy u bë edhe më i irrituar. Ai nuk e duronte të kishte gabuar. Një pasdite ai erdhi në fermën e Julias i shoqëruar nga 2 burra të ashpër. Johnny po punonte në stall kur pa 3 burrat që po afroheshin me kuaj. Ai la menjëherë punën dhe u afrua pranë shtëpisë ku ndodhej Julia. Mirdita, zonjush Julia, tha Mandy duke zbritur nga kali me një buzëqeshje të rreme. Kam ardhur t'ju bëj një propozim të ri. Julia doli në verandë me krahët e kryqëzuar. Unë tashmë ju kam thënë se nuk dua të shes, tha ajo me vendosmëri. Ferma e babait tim nuk është në shitje. Mandy qeshi me përbuzje, një të qeshur të ftohtë që dukej se mbante brenda gjithë arrogancën e tij. Ai vështroi përreth pronën dhe tundi kokën sikur po shikonte diçka pa vlerë. Ende vazhdoni me atë kokfortësinë tuaj, tha ai me ironi. Shikoni përreth, zonjush Julia. Kjo pronë po bie cop. Gardhet janë të vjetra, hambari mezi qëndron në këmbë dhe toka nuk po prodhon si dikur. Duhet ta pranoni ofertën time ndërsa kjo tokë ende ka ndonjë vlerë. Para se Julia të përgjigjej, Johnny u afrua nga stalla dhe qëndroi pranë saj në verandë. Ai nuk ngriti zërin, por mënyra se si qëndroi tregonte vendosmëri. Me gjithë respektin, zotëri, tha ai me qetësi, zonjusha Julia tashmë ju ka thënë se nuk dëshiron ta shes fermën. Do të ishte mirë ta respektonit vendimin e saj. Mandy e ktheu kokën ngadalë dhe e shikoi Johnin nga kokat e këmbët me një përçmim të hapur. Dhe kush je ti që përzihesh në një bisedë që nuk të përket, tha ai me zë të ashpër. Një kauboj endacak që u shfaq në rrugë duke kërkuar lëmosh. Johnny nuk u tërhoq. Ai qëndroi drejt dhe e shikoi drejt në sy. Unë jam punonjësi i kësaj ferme, u përgjigj ai, dhe puna ime përfshin mbrojtjen e kësaj prone dhe të zonjës së saj. Kështu që, po, kjo bisedë më përket edhe mua. Fytyra e Mandit u skuq nga zemërimi. Ai bëri një hap përpara dhe tregoi me gisht drejt Julias. Dëgjo mirë, vajzë, tha ai. Mund të kesh gjetur një fshatar për të bërë punët e rënda, por kjo nuk do të zgjas. Do të falimentosh, do të humbasësh gjithçka. Dhe kur kjo të ndodh, unë do të jem këtu për ta blerë këtë tokë për pak qindarka. Julia bëri një hap përpara. Për një moment frika ju shfaq në sytë e saj, por shpejt u zëvendësua nga zemërimi. Ju mund të largoheni tani, zoti Mandy, tha ajo me vendosmëri. Dhe nuk është e nevojshme të ktheheni më.
Kjo ferm ishte e babait tim. Tani është e imja dhe nuk do të jetë kur e juaja. Mendi u ngjit në kal me inat. Do të pendohesh për këtë insolencë, bërtiti ai ndërsa kthehej drejt rrugës. Do të bëj të paguash që më turpërove para njerëzve të mi. 3 burrat u larguan me shpejtësi, duke ngritur pluhur në rrugën e thatë. Kur ata u zhdukën në horizont, Julia ndjeu se duart po I dridheshin. Ajo nuk e kishte kuptuar sa shumë e kishte tensionuar ajo përballje. Johnny vendosi dorën mbi shpatullën e saj me butësi. Ju ishit shumë e guximshme, tha ai. Jo kushto do të përballej me një njeri si Mendi në atë mënyrë. Julia e shikoi me mirënjohje. Nuk do ta kisha bërë dot nëse nuk do të ishit këtu pranë meje. Atë natë, ndërsa darkonin në kuzhinën e shtëpisë, ata folën gjatë për atë që kishte ndodhur. Llamba e vajgurit ndriçonte tavolinën dhe krijonte një atmosferë të qetë, megjithse tensioni I ditës ende ndihej. Johnny ishte I shqetësuar. Mendi nuk është njeri që harron lehtë, tha ai. Duhet të kemi kujdes. Por Julia dukej më e qetë. Babai im gjithmonë thoshte se njerëzit si ai kanë pushtet vetëm nëse ne I lejojmë, shpjegoi ajo. Ai dëshiron që unë të kem frikë. Dëshiron që të ndihem e dobët dhe e vetmuar. Por unë nuk jam vetëm apo jo, John? Johnny buzëqeshi me atë buzëqeshjen e turpshme që tashmë e bënte zemrën e saj të rrite më shpejt. Jo, tha ai. Ju nuk jeni vetëm. Unë do të qëndroj këtu për aq kohë sa të keni nevojë për mua. Në javët që pasuan, Mendi u përpoq të krijonte probleme për fermën e tyre. Ai përhapi thashetheme në qytet, duke thënë se Julia kishte një lidhje me kaubojin dhe se kjo ishte një turp për kujtimin e babait të saj. Disa njerëz I besuan ato fjalë dhe filluan ta shmangnin Julian. Por shumë të tjerë e njihnin karakterin e saj dhe e mbronin reputacionin e saj. Kur Johnny dëgjoi për këto thashetheme, ai u zemërua shumë. Unë do të largohem, tha ai një mëngjes. Nuk dua t'ju sjell probleme. Por Julia e kapi dorën e tij fort. Ju nuk do të shkoni askund, tha ajo. Nuk më intereson çfarë thon njerëzit. Unë e di të vërtetën. Ajo e pa drejt në sy. Ju jeni njeriu më I mirë që kam njohur ndonjëherë. Dhe nuk do të lejoj që një njeri I keq si Mendi ta shkatërrojë miqsinë tonë. Sytë e Johnit u mbushën me emocion. A e keni seriozisht? Pyeti ai. E vetmja mendim që më intereson është mendimi im, u përgjigj ajo. Dhe unë mendoj se ju jeni një njeri I ndershëm, punëtor dhe me zemër të mirë. Në atë moment diçka ndryshoi mes tyre. Shikimi që shkëmbyen mbante më shumë se miqësi. Ishte fillimi I një ndjenje më të thellë që të dy e ndjenin, por ende nuk kishin guxim ta pranonin. Muajt kaluan dhe ferma filloi të lulëzonte gjithnjë e më shumë. Johnny arriti të blinte disa lopë me fitimet nga vezët dhe perimet që shisnin në qytet. Shumë shpejt një tuf e vogël bagëtish po kulloste në fushat përreth. Julia mësoi të miel lopët, të bëj djath dhe të kujdeset për viçat e sapo lindur. Ajo u shndërrua në një fermere të vërtetë. Por ndërsa ferma përparonte, ndjenjat mes saj dhe Johnit bëheshin gjithnjë e më të dukshme. Një natë me hënë të plot, Julia ishte ulur në verandë duke parë yjet kur Johnny erdhi dhe u ul pranë saj. Ata qëndruan në heshtje për një kohë të gjatë. Julia, tha ai më në fund me zë që dridhej, duhet t'ju them diçka. Ajo u kthye dhe e shikoi. Unë e di që nuk duhet, vazhdoi ai. Unë jam vetëm një kauboj I varfër pa asgjë për të ofruar. Por nuk mund ta fshem më atë që ndjej. Çfarë ndjeni? Pyeti ajo me zemrën që I rrite fort. Ai mori frym thellë dhe I mori duart. Unë u dashurova me ju që ditën e parë. Lotët filluan të rridhnin në faqet e Julias. Ju më dhatë ushqim kur isha I uritur, më dhatë punë kur isha I dëshpëruar dhe më dhatë një shtëpi kur nuk kisha asgjë. Por mbi të gjitha, më treguat mirësi dhe forcë. Ai buzëqeshi lehtë. Ju jeni gruaja më e jashtëzakonshme që kam njohur ndonjëherë. Dhe unë ju dua me gjithë zemër. Julia qau, por ishin lot gëzimi. John, tha ajo, edhe unë ju dua. Ajo I shtrëngoi duart. Ju mund të mos keni para apo toka, por keni atë që ka rëndësi, karakter, mirësi dhe një zemër të ardhë. Johnny buzëqeshi. Atëherë a pranoni të ndërtoni një jetë me mua? Julia buzëqeshi mes lotëve. Unë pranoj më shumë se kaq, tha ajo. Pranoj të martohem me ju.
Ata u përqafuan në verandë në dritën e hënës, dy zemra që më në fund kishin gjetur njëra tjetrën. Dasma u bë pranverën tjetër. Ishte një ceremoni e thjeshtë në verandën e fermës, me fqinjet që kishin mbetur miq si dëshmitar. Gjulia veshi një fustan blu të hapur, të njëjtin që kishte veshur ditën kur kishte takuar Gjonin. Ferma vazhdoi të rritej dhe u bë një nga më të suksesshmet në rajon. Mendi përfundimisht u largua nga ajo zonë, i mundur nga vendosmëria e tyre. Vitet kaluan. Gjulia dhe Gjoni ndërtuan një familje të bukur. Fëmijët e tyre vraponin në përfusha dhe shtëpia që dikur ishte e heshtur tani ishte plot jetë dhe të qeshura. Një natë, shumë vite më vonë, ata u ulën përsëri në të njëjtën verandë ku gjithçka kishte filluar. A e kujton ditën kur erdhe te gardi im për të kërkuar ujë? Pyeti Gjulia me një buzëqeshje. Gjoni qeshi. Si mund ta harroj? Ajo i shtrëngoi dorën me dashuri. Unë nuk e di çfarë do të kishte ndodhur me mua nëse nuk do të kishe ardhur. Gjoni u përgjigj butë, dhe unë nuk e di çfarë do të kishte ndodhur me mua nëse ti nuk do të kishe hapur atë portë. Ata qëndruan në heshtje duke parë yjet, dhe në atë qetësi, të dy e dinin se kishin gjetur thesarin më të madh që ekziston, dashurinë e vërtetë, të lindur nga mirësia, guximi dhe besimi tek njëri tjetri.